Dalin pamjet, Sara Hoxha feston ditëlindjen me të dashurin e saj, Erik Fullani, ja kush e shoqëron dyshën. Influenceria Sara Hoxha ka festuar ditëlindjen e 33. Kjo e gjë ndryshe pas hapjes së një kapitulli të ri në jetën dhe gjetjen e personit të zemrës, biznesmenin Erik Fullani. Por ata këtë ditëlindje të parë i gjen bashk. Nuk kanë zgjedhur ta festojnë vetëm. Të dy kanë marrë rrugën drejt Sicilisë, ku do të kalojnë pushimet në një vilë me miq. Arber Bytyçi dhe Arber Çepani janë ndër miq që po ashtu kanë marrë rrugën drejt Sicilisë në një pushim të zgjatur disa ditor. Prej disa ditësh, rrjetet sociale janë pushtuar nga spekullimet për një lidhje të mundshme mes Erik Fullanit dhe Sara Hoxhës. Dyshimet për një romancë mes tyre nisën pas publikimit të disa fotografive ku dyshja ndodheshin në të njëjtin vend bregdetar në jug të Shqipërisë. Zërat u përforcuan edhe më shumë pas pjesëmarrjes së të dyve në festën e ditëlindjes së djalit aktores Olta Gixhari. Së fundmi, Sara ka shtuar një tjetër detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re nga fansat e saj. Ajo ka filluar të ndjekë Erikun në Instagram.